duke kalu e ka pa kufomen mbulume me batanie kur e ka shplu ka bërtitën shumë. Me 19 prill një ushtar. Emnin asot e sa dite nuk e di se cili ka qenë. Mas mirë të mund të adin fazi shala se ka qenë mjek. Pas dhja ka qenë me kuptimin e fjallës mjek. Unë kam qenë teknik. A dite kemi marrë ato ushtarin edhe kështë e goditën snajper ka këtu. Të zemra edhe as të një zonë nuk vindi qëtë. Unë mundu me doktorin, gjësër doktori, i kryta dë punë, se si qa doktor. Unë mundu me ja vendosën infuzionin, nuk e pranë infuzionin, kem vendosën me dërgu në territor Shqipënis, po e shumë largë, nuk e kemi kalu as 300 metra dhe vdiq. E morëm me mlu me një batanijës të në rrugës, ja falem gjenazën me të imun, dhe ka orë një djallë tuk e vrapu, dhe tha, kumet. A tha, kërani, a këreka, nuk e di. Thash, që e ki, a ju më pas ka thonë, e kam si vla. Unë mendova që bëhet vla. Tash e qumë për Bajram Cur, edhe duke kalu, e ka pa kufomen, e mbulume me batanie, kur e ka shplu, ka bërtitën shumë. Tash mjah, moj, i qmendo shtartë, nuk i nevoj me bërtit, tash edhe largov se hup moralin luft. Edhe aty mu ka duk sigur kur a e piskam që është bashkë, është kanë shumë e ranë për mu, edhe për gjitha ata tjerë që në kanë mirë, po njeriu kur po marrë një rrugë, e kërë fështirë vetën dhe sa të fillan. Masa ndaj mu, vetëm me ndonë se si me shpjellu aktivitetin. Edhe rasti këti,